Oligarkët mbyllin portin detar të Vlorës pas 100 vitesh. Për t'i ardhur në ndihmë oligarkëve, drejtori aktual i portit të Vlorës, Valdet Bello, ka mbyllur derën kryesore të portit dhe po hap këto ditë një hyrje të re për të ndihmuar oligarkun kundrejt një shume korruptive, ose më saktë le të themi, jo drejtori i portit, por drejtori patronazhist. Tashmë këtë sezon turistik, përveç 4 urës në port dhe mungesës së menaxhimit dhe paaftësisë, qytetarët, emigrantët, por dhe turistët, vendas dhe të huaj, do të duhet të hyjnë e të dalin nga kjo deriçke hapur nga drejtori i portit për të shkuar deri në traget, apo për të hyrë dhe në qytetin e Vlorës. Drejtori i portit Valdet Bello arriti deri në mbylljen e portit pas 100 vitesh, një nga portat më të rëndësishme të qytetit të Vlorës, porti detar, po përballet me një situatë pa precedent. Pas më shumë se 100 vitesh funksionimi, porta kryesore e hyrjes së portit të Vlorës është mbyllur, ndërsa në vend të saj po përdoret një hyrje tjetër, më e kufizuar dhe më pak funksionale, duke ngritur pikpyetje të shumta mbi arsyet e këtij vendimi, si dhe pasojat që ai sjell për qytetin. Ndryshimet e kryera në hyrjen e portit nuk lidhen me interesin publik, por me interesa private të cilat ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e një prej infrastrukturave më të rëndësishme të jugut të vendit. Vendime të tilla po merren për t'i hapur rrugë projekteve të mëdha private, ndërsa interesat e qytetarëve, emigrantëve dhe turistëve po lihen në plan të dytë. Drejtori aktual i portit të Vlorës, Valdet Bello, akuzohet se ka lejuar mbylljen e hyrjes tradicionale të portit. Ky vendim po krijon vështirësi të panevojshme për persona të cilët gjatë sezonit veror përdorin portin si pikë hyrëse dhe dalse nga qyteti. Kjo situatë bëhet edhe më problematike në kulmin e sezonit turistik, në vend që qytetarët dhe turistët të përfitojnë nga kjo infrastrukturë më funksionale dhe më organizuar, ata përballen me kufizime të reja, devijime dhe vështirësi në lëvizje. Emigrantët që kthehen për pushime në Shqipëri janë ndër më të prekurit nga kjo situatë. Pas udhëtimeve të gjata me traget, ata përballen me procedura më të ndërlikuara hyrje dhe daljeje, ndërsa qarkullimi i automjeteve dhe këmbësorëve po zhvillohet në kushte që nuk i përgjigjen standardeve të një porte moderne europiane. Ndërkohë turistët e huaj që zbarkojnë në Vlorë do të përballen në momentin e parë me një realitet krejt të ndryshëm nga ai që promovohet për Vlorën, që pas 100 vitesh po i mbyllet edhe porti. Porti i Vlorës po humbet gradualisht funksionimin e tij historik dhe publik. Për herë të parë pas më shumë se një shekulli, qytetarët po shohin të mbyllet hyrja kryesore tradicionale e portit, një simbol i lidhjes së qytetit me detin dhe me historinë e tij.